Po, reagimin kryesor mund ta shihni sot në tregjet financiare. Rënjët e tregut financiar sot në SBA kanë qenë ndër më të mëdha që nga koronavirusi. Do thonë, kaq është rënja e nivelit të investimeve në tregun financiar. Ose humbja vlerës në tregjet financiare. Ky është reagimi i parë, domethënë një ditë pas vendimit. Tregon mjaft, domethënë që sa të paktën investitorët si e shohin këtë vendim. Në anën tjetër, as në aspektin popullor nuk ka mbështetje për këto masa tregtare. Nëse i shef sondazhet, shumë pak ka mbështetje kjo qasje, e cila në fund prap siç e theksut edhe ju, do të ketë ndikim direkt në ekonominë amerikane në formë të inflacionit, në formë të papunësisë, në formë të mungesës së investimeve. Dhe për këtë arsye nuk është që këto masa kanë një mbështetje të gjerë popullore. Ka edhe brenda radhës së republikanëve kundërshti ndaj këtyre masave, kundërshti e cila ndoshta nëse vazhdojnë presionet politike mund edhe të kthehen kundër zotit Trump dhe mund të vendosin që të mos japin mbështetjen e tyre për këtë lloj politike. Duhet të theksuar edhe një gjë. Në Kushtetën amerikane është Kongresi ai i cili ka pushtetin e taksambledhjes, ta themi, të mbledhjes të taksave dhe financimit të buxheteve të shtetit. Tarifa është një lloj takse. Është për shkak të ligjeve të caktuara të bëra sipas studjes zyrtare, por edhe më vonë, të cilat i kanë deleguar presidentit mundësinë që të ngrisë tarifat për arsye të caktuara. Ajo që ligjërisht e lejon zotin Trump sot që të ngrisë tarifat në mënyrë unilaterale si president. Nëse Kongresi vendos që këtë të drejtë t'ia heq presidentit, atëherë me këtë mënyrë Kongresi mund të vendosë që të ndryshoj rrjedhën e tarifave dhe për shembull ta vendosë një regjim të ri të tyre. Kjo është një mundësi ligjore dhe politike. Tani për tani nuk duket që republikanët janë gatshëm të shkojnë në atë drejtim. Ka një lloj, ta themi, dualiteti ose ndoshta frike ndaj presidentit Trump dhe nuk janë të gatshëm që të marrin vendime të tilla, por nëse presioni ekonomik dhe politik rritet në atë shkallë, sa që republikanët shkojnë rrezikun e tyre në zgjedhjet e ardhshme, atëherë mund të shohim edhe një kthim kundër presidentit Trump edhe në radhën e republikanëve, e cila do të jepte fund kësaj qasje ekonomike dhe kësaj qasje tregtare. Arsyeshmëria që Trump i jep këtyre masave dhe administrata e tij është se duan masa reciproke i quajnë, duke thënë që ka një raport të pabalancuar tregtar me këto vende po përdorin tarifa ndaj nesh, prandaj ne po ju kundërpërgjigjemi. Ky lloj arsyetimi zë vend unë e shoh edhe brenda nesh, një vend absolutisht të vogël që njerëzit thonë po pse jo, le të ketë pra barazi tregtare. Sa qëndron ky konstatim që vendet e tjera kanë përdorur një tregti të pabalancuar me SBA-n dhe rrjedhimisht i japin të drejtë Trumpit për këto veprime të fundit? Po, si që përmenda me parë, organizata botërore e tregtisë është krijuar pikërisht për këtë qëllim, domethënë që të krijojë një kornizë për negocimin e tarifave, por edhe barierave jo tarifore, të cilat janë barierat kryesore, të cilat mund të gjithashtu ndikojnë në tregti dhe në deficitet tregtare. Kjo prek për shembull fusha të rregullimit ekonomik, të kuotave, të pengesave të ndryshme administrative, të cilat ngritën për shembull penguar importet dhe eksportet, dhe këto zakonisht janë pjesë e negociatave tregtare ku preken edhe këto fusha të barierave jo tregtare. Këto negociata zakonisht janë shumë komplekse sepse preken shumë fusha si në aspektin fiskal, ashtu edhe në aspektin e politikave ekonomike për shumë vende. Por kjo nuk duket qasja e cila është marrë nga zoti Trump dhe administrata e tij, sepse ata formulat e cilën e kanë përdorur për të vendosur skallën e tarifave është një formulë tepër e çuditshme, domethënë është marrë thjesht deficiti tregtar dhe me një përpjesësim të tij është krijuar një shifër e cila pastaj është vendosur si tarif duke i shtuar 10% si tarif bazë për gjitha vendet. Pra nuk ka një logjikë ekonomike as forma e cila është formuluar, shifra e cila është vendosur shteteve të caktuara.
Pra, nuk është që nuk ka pabarazi dhe nuk ka, më thonë, format e drejta të tregtisë ku përdoren masat të ndryshme për protekcionizëm nga shtetet e ndryshme. Por kjo qasje nuk është ajo e cila zgjidh këtë problem. Kjo në fakt krijon problem edhe më të madh sepse krijon pas një cikël të luftës sektore e cila mund të vazhdojë deri në pafund. Dhe në këtë rrjedhë ne po vazhdojmë, pra nëse ka luftë tregtare, ka masa proteksioniste nga Bashkimi Evropian, sidomos tash jam interesuar ta ngushtsoj problemin me që është shumë global, atëherë si mund të afektojnë ekonomitë e vogla në Evropë, rrjedhimisht edhe Ballkani Perëndimor, edhe Kosova nga një luftë proteksioniste mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Cili është efekti ekonomik që këto vende do ta psojnë? Po ndikimi është ndoshta më shumë indirekt. Nëse marrim rastin e Kosovës, Kosova diku ka 5% të tregtisë së saj e bën me SBA-t. Dhe vetëm ndoshta 2.5% të eksporteve i ka në SBA. Pra nuk preket direkt aq drastikisht nga kjo tarif, për shkak se tregtia është shumë e vogël. Ndikimi mund të vjen në pasojat indirekte të cilat mund të ketë lufta tregtare, sidomos në ekonominë evropiane. Partneri kryesor ekonomik i Kosovës është Bashkimi Evropian. Nëse Bashkimi Evropian preket për shembull nga një tkurrje ekonomike, nga një recesion i shkaktuar nga tarifat, e cila do të ishte një pasojë ju e pamundur e një lufte tregtare, atë ndikimi do të jetë indirekt edhe në Kosovë, si për shembull nga kërkesa e mallarëve kosovare në tregjet evropiane, deri te ndikimi për shembull në remitanca dhe në fusha tjera ekonomike. Është një ndikim indirekt, por jo